Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu ju bekoft e ju mëshiroft dhe këtë të adhurime Allahu apranoft. Para se me fillu me fjalimin e rastit për sonte, du t'jap një informat. Para një jave parafërsisht, ndroj jetë njëri prej djetarëve të mëdhejt hadithit nga Egjipti, quaj Ebu Ishaq el-Huwaini, Allahu e mëshiroft. Para 3 viteve ishte përkthy në gjuhën shqipe ky libër i tij, rrëfime të vërteta pejgamberike. Dhe për me tregu dashnin ton ndaj këtij dietari të madh, dashnin ton ndaj hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dashnin ton ndaj hoxhallarëve shqiptar që janë marrë me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ata kanë qenë edhe hoxhallarët e këtij hoxhës që kanë ndru jetë, e morëm një iniciativë për ta ribotu këtë libër, që ta shpërndajmë sonte tek ju që keni ardhur jeni pjesë e këtij aktiviteti këtë xhami, me shpresë dhe dua që Allah i Madhëshëm këtë aktivitet të llogarit sadaka rrjedhëse për hoxhën, Allahu e mëshiroft dhe me xhenet e gëzoft. Kjo është pjesë e parë e informatës, domethënë ndalje, sa të kemi libra, pravarësisht janë 1000 kopje besoj e më tepër që kemi sjell këtu me nda me ju, sa të ka do i ndajmë inshallah taala, po me një kusht, merre librin dhe lexoje. Mos e merr ta vësh në raft. Nuk është libër i rond. I ka krejtësisht 150 faqe. Edhe nuk është i ngarkuar si tekst. Merre dhe lexoje dhe kënaqu me këto tregime pejgamberike dhe mësime që merren prej tyre. E dyta, Allah i shpërbleft gjithë ata që ishin donatorët dhe sponsorët për me botu këtë libër. 3000 kopje janë shtyp, nuk është shumë, po e dini sa veta kanë marrë pjesë në botimin e këtij librit. 30 veta, 40, 50, jo vllazni, 3 veta. 3 veta kanë marrë pjesë, janë lajmëruar, kanë thonë njëri jep kaq, tjetri kaq, dhe janë mbulu harxhimet e librit. Çka du me thonë me këtë? Sikurse shumica prej nesh, sipas takatit që ka, i jep për mu bë punë të mira, shumë ma shumë punë të mira ishin bë. Ama zakonisht, kur është puna me sakrifiku, jo të gjithë janë të gatshëm me kontribu. Edhe andaj shpeshere, shumë punë të mëdha ngelen pa u realizu, për shkak se një pjesë e madhe e jona para pëlqen me qenë publik, tifoz, e jo me qenë në mejdan lojës, betejes, të fushës. Dhe për fund, Allah e shpërbleft së pimbotuese non, e cila do thotë ka qenë shoqëruesi jonë në këtë aktivitet. Allah e shpërbleft edhe shqipshkronën Ajgraf, e cila ka arrit për një kohë rekord me nxjerr këtë libër që sot në këtë natë madhështore ta kemi me ne dhe ta shpërndajmë sadaka rrjedhëse për hoxhën tonë të nderuar Ebu Ishaq el-Huwaini, Allahu e mëshiroft dhe me xhenet e gëzoft e familjes së tij dhe gjithë besimtarëve sabër dhe garet u dhasht. Kjo është e përket këtij libri. Vjeçi i fundit është një arë e madhe, ku na e nisim nga nata e parë, nga nata 21 e Ramazanit, dhe e punojmë, e lavrojmë, deri në natën e fundit. Këtë punë e bëjmë, sepse mbrenda kësaj fushë, kësaj arë të madhe, dikun ka një thesar të jashtëzakonshëm, ka një grumull të madh të diamantave dhe na
e lavrojmë tokën për me gjetë atë qyp me lira, atë thesar të fshehur të diamantave, mos po e gjejmë. E dikush për neve, një nat e punon e një nat pushon. Dikun gropon e dikun e len pa gropu. Edhe kështu e mrin Ramazanin pa e gjetë thesarin. Tjetri, një nat ka vullnet e lip, 2-3 nat s'ka vullnet se lip, natën e 27 mundohet me punu ma tepër, po një nat s'mjafton këtë arën me punu, edhe pikpytje a mundet me gjetë thesarin veç kush ka në fakt jashtëzakonshme, ndoshta me kazmën e parë që gropon thesar qëllon, ama se di kush është për neve të aq në fakli. E kush sigurisht e mrin, kush sigurisht e arin me gjetë këtë thesar, ai që nga natë e parë dhe natën e fundit, edhe në të tek, edhe në të qift, vazhdimisht vjen xhami, edhe i lidhet Allahu Dhul Gjelal, Allahu Akbar, edhe fal namaz dhe bën dua. Që ki, sigurisht e ka me gjetë. Parashtrohet pyetja, unë edhe ti për cilët grup jemi? Për të parit, për të dytit, për të tretit, apo për këti grupit fitues, sigurt, grupit fundit. Andaj porosia jeme për mu, fillimisht, pastaj edhe për ty, i dashur besimtar, e nderuara besimtare, është që kur të vjen Ramazani, prej natës parë, mos u ndal të e fal namazin e natës, e të bo dua, e të bo dhikr, e të lexu Kur'an, deri në fund. Shifni që ka thot Imam Ibn Kaimi, rahimahullahu taala. Thot, sikur se nata e Kadrit kishte qenë e fshehur në 365 netët të vitit. Shumë pak mund do ishte që nëse ne në të gjitha netët e vitit do e kërkonim natën e Kadrit me ibadet. 365 dit, mu falë për natë, ka 2-3 saat, do ishte shumë pak për me mri vlerën natës Kadrit. Po Allahu është i mëshirshëm edhe nuk ne ka fshehë gjatë tërë vitit, po e kalon në 10 e fundit Ramazanit, që për 10 net, pasi që janë të numruar ato shkojnë shpejt, të arish këtë vlerë kaq të madhe, vlerën e natës së Kadrit. Cila është vlera e kësaj nate? Thot Allahu Dhul Jalal, ba'da a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna anzalnahu fi lejlatil qadr, wama adraka ma lejlatul qadr, lejlatul qadri khairun min 1000 shahr. Ne, madhëria e tij Allahu Dhul Jalal, e kemi zbritur atë kënd, Kur'anin, në natën e Kadrit. Lejl, natë, Kadr, e përkthejmë natë e Kadrit. Në gjuhën arabe, Kadr do me thonë sasi, do me thonë edhe pozit, vlerë. Ne kemi zbrit Kur'anin në natën me vlerë, në natën e përcaktume. Wama, a mund të vlerësoni ju vlerën që ka kjo natë? Wama adrake ma lejletul qadr. O Muhammed, a e din ti se çfarë vlerë ka kjo natë? Kjo pyetje retorike që ja parashton Allahu Dhul Jalal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ashtu si i thuhet e përcjell, e jep një mesazh jashtëzakonshëm fillimisht se kjo natë është aq madhështore se askush prej njerëzve nuk ka mundësi me e ditë. Edhe andaj Allahu Dhul Jalal vazhdoi dhe tha, lejletul qadri khairun min 1000 shahr, nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Zakonisht hoxhallarët kur folin dhe besimtarët, thonë nata e Kadrit sa 1000 muaj. Jo, më e mirë se 1000 muaj. Edhe pastaj bëjmë matematikën e 1000 muajve dhe na dalin 83 vjet e 4 muaj. Do thotë, edhe themi na kështu, një natë e Kadrit e barazvlefshme me një ymër të gjatë. Se ymri mesatar është 60-70.
e 84, 83 e gjysëm, që ka ymër i gjatë. Mirë, po disa dietarë di çka thonë. Numri 1000 i përmendur në këtë ajet nuk e ka qëllimin e vetëm 1000-shit, po e ka qëllimin e sasisë më të madhe, e numrit më të madh që ekziston në gjithësi. Se të arabët në të kalumen, kur kanë folë numrat, 1000 e kanë pas maksimumin e numrave. Edhe kanë desht me thonë 1 milion sevape, për shembull, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush del në çarshi dhe thot duan e çarshis, i fiton 1000 sevape. 1000 sevape sa bëjnë? A e dini matematikën? Sa bëjnë 1000 sevape? 2000? Jo, 1000 herë 1000 sa bëjnë? 1 milion. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush del çarshi dhe thot duan e çarshis, i fiton 1 milion sevape. Shife 1 milion shi si ka qenë i njohur tek arabët. 1000 edhe 1000, ose 1000 herë 1000. Edhe andaj kur thot Allahu i madhëshëm, nata e kadit është më e mirë se 1000 muaj, këtë rast numri 1000 është maksimumi i numrave që janë përmend. Që do të thot ky 1000-shi sot nuk e diu në matematikën mirë, po cili numër më i madh që ekziston sot në botë, cili është? Trilionshi, katralionshi, atë çfarë emra kanë numrat pastaj me bilioni është miliardi të na, bilioni është angles miliard të na. Ka trilion, 1000 miliard, tash po thamu në katralion, në më thonë, 1000 trilion, edhe sa ka ma shumë. Në më thonë, mere numrin më të madh që ekziston sot, edhe thuj kështu, nata e kadit është më e mirë se numri më i madh që ekziston në matematikë sot. O lazi, me kuptu në këta jetë kështu, s'duhet me met një musliman në Shkup pa u qunë kom, pa u falë. Do në flasni për një shpërblim maramendës që se kap mendja njeriut. A është e pamundshme? Është e pamundshme për mua dhe për ty, për ne që edhe takatin e kemi të vogël, po edhe zemrën e kemi të vogël. Amë për Allahun dhul xhelal që është Gjawad, është Kerim, për Allahun që është Bujar, është Fisnik, kjo është shumë e vogël. Pse? Sepse tha, sikur të gjithë njerëzit t'i drejtohen Allahut me kërkesat e veta, që nga i pari, Ademi alayhis salam dhe deri te i fundit që ekziston në gjithësi, secilit kërkon kërkesat e veta, njerëzit edhe gjindët, pra flasim për miliarda dhe triliona njerëz. Nëse krejt këta kërkojnë për Allahut kërkesat e veta dhe Allahut të gjithëve u jep ato që ato i kërkojnë, ma naqasa dhalika fi mulki shay, kjo asgjë nuk e pakson pasurinë dhe pushtetin tëm. Hiç se pas. Domethënë, lip sa dush, Allah ka me dhon. Edhe nisen du me kuptu për kësaj. Nëse Allahu jep pa kufi, edhe nuk i sosët pasuria ati, edhe besimtari i cili e merë këtë veti, këtë cilësi, me qenë bujar, fisnik, edhe me dhonë pa kufi, pa e matë hish. Sa i ka dhonë Allahu, a i aqë ma te për jep. Letjet i bindun, boj bejnë Allahu në madrishëm, jëpë se unë e di sigurisht, po se argumentet fetale kështu në mësojnë, boj bejnë Allahu në madrishëm, se sa t'japsh, Allahu edhe ma shumë ka me dhonë. 2 tregtari kam taku, njën Sarajev, njën Tiranë, Xhamatli, shok, dashamir. Kur e vendosëm me mshel dyqanin Ramazan, edhe këtu jap porosi të gjithë atyre që e majnë dyqanin qel Ramazan, dyqanin ushqimor, restorante domethënë. Thot kur e vendosëm një ka ambëltore, një ka fast food, ushqim shpejt. Kur e vendosëm me mshel dyqanin Ramazan për hir të Allahut dhul xhelal, familja na than, po kime falimentu. Ti se ma mshel ditën, natën, kush vjen me të ti me blej ushqim? Nata është datën e kufizume, gjithë natën zvinë mështeria.
Edhe ti një muj ki me shku në humbje. Ki hargjime, ki rrim, ki qira, ki punëtor, ki sen, ka kemi nxjerr parat. Ky vllau jon, Allahu i dha shnet edhe ymër e bereqet, e njoh mirë, edhe është besimtar, shumë i sinqert edhe shërbim davetit në shumicën e jetës së tij. I thatë vllazit vet, hiç se më intereson kjo punë. Unë du me qenë mirë me Allahun. A fitoj, a hupi, hiç se më ndaj këtë punë. Nuk më intereson fitimi, nuk më intereson dynjaja, më intereson Allahu dhu xhelal krijuesi i dynjas. Edhe unë nal. Unë shel dyqani gjatë ditës Ramazan, e qel para iftarit edhe punon deri në syfyr. Thot pasha Allahun e madh, e bëj këtë besë ka bëj. Edhe kum ni me vesh të mi për ti dhe e kum pa. Thot pasha Allahun e madh. Në ato ditë Ramazanit, që unë e msherë qa dyqanin gjatë ditës, kisha fitim gjatë natës shumë ma shumë se sa jashtë Ramazanit që punojsha ditën, edhe natën. Bejnë Allahun e madh, kë nuk është ma bet 1 vjet 2 vjet, tashe 10 vjet. Edhe e takova si vjet në Tiranë, njëjtë një vëllau besimtar. U pata taku me te para Ramazanit në Tiranë, i kishte qenë një dyqan fast food, 5 lokale i kishte në Tiranë, para më do të një flasim Tiranë. Edhe po në muhabet, e në Ramazan, tha, dijet, në Ramazan, ditën nuk punej. Edhe e qeni para iftarit, dhe punojnë natën, sa të ketë nevojë me punon. E takova të shtunën e kalume, në Tiranë. I thash, si po i shkon puna? Tha, vallave hoqë, pasha Allahun e madh, unë e thaja, më koni bindu se kështu ka me ndodhë. Vallaj, 2 fishin e asaj që e fitojshim ditën, e fitojmë ta shpej një iftar deri para sefyrit. 2 fishin e asaj. Janë 2 shembuj konkret, praktik, se nëse ti lën diçka për Allah, Allahu ka me ta kompenzu me diçka që është më e madhe dhe se ajo që ti e ke lënë. Sikur të ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men taraka shay'an lillah, kushdo që e lën një gjë për Allah. Allah është emri i madh o vllazni. Kushdo që e lën një gjë për Allah, awadahu Allahu khayran lahu min. Allahu ka me ja kompenzu me diçka që është më e mirë se ajo. Që kjo ka me ja kompenzu me diçka që është më e mirë se ajo, shumica për neve kuptojnë në ahiret, në xhenet. E s'ka dyshim se ajo që është në xhenet është më e mirë se krejt bota dhe çka ka në te. Ama t'jeni të bindur se Allah i madhëshëm ja kompenzon besimtarve edhe në dynjë. Jo pse u kanë zemra këtyre besimtarve që kanë mshel dyqanin gjatë ditës Ramazan, jo. Se ai që kanë mshel dyqanin gjatë ditës Ramazan, dyqanin ushqimor po flas. Ai e ka zemrën e mbushur me dashni për Allahun dhu xhelal edhe nuk e mendon këtë pjesë. Po për me konë model dhe mostër për ne tjerë që se kemi atë imanin e këtyre 2 vllaznive, edhe ngjashme me te. Për me konë model për neve me thonë se atë që e thot Allahu në Kur'an është e vërtet, se shif në filonin, edhe atë, edhe ketë, edhe mërë një mësimin e duhur. O vllazni, Oma inda Allahi baq, çka është te Allahu ajo mbetet për gjithmonë. E çka është te na jenfet, ajo hargjohet, përfundon. Andaj, ne pse kemi ardhur sot këtu? Ne pse e lypim natën e 14 e fundit? Na kena ardhur me e trokit derën e atij që kejtëve me na dhonë kërkesat tona si paksohet pushteti dhe pasuria ati. Na kena ardhur me kërku prej atij që është bujar, krejt ato nevoja që i kemi e as kush përveç ti dhe si ai nuk ka mundësi me na e plotësu. Na kemi ardhur me tregu dobësinë tonë dhe nevojën tonë të vazhdueshme që kemi për të mirat e Allahut të xhelal. Ajubi alayhis salam e sprovoi Allahu dhul xhelal me një smundje të rëndë. Shumë vite mbeti i palëvishëm shtrat, ju kal trupi për smundjeve që kishte. E Allahu dhul xhelal ja çoi ilaçin me një gjë të rëndomt, një ujë që doli afër ti, një burim, tha lajo me këtë ujin ki mu shnosh.
Edhe këtë tregimi e Ajubit a.s. është shumë më rëndësi me i thonë smundve, çfarë do smundje që kanë prej te kanceri e deri te smundja më e vogël, lipe sebepin pi Allahut, se ka mundësi Allahu me ta bëj sebep ilaçi një gjë shumë të rëndom, shumë të thjeshtë. Mos mendo se nëse jep 500.000 euro operacion ose mjekim, ki mu shëru se kanë herë me 5 euro një ilaç, bëhet më i dobishëm se 500.000 euro mjekim. Kur? Atëherë kur ti ilaçin e lipi Rabbul Aleminit, e jo pi mjekut, e jo pi ilaçit, e jo pi materjes, por e lip ilaçin pi Rabbul Aleminit, ati që ka kriju edhe smundjen edhe ilaçin. Edhe andaj imami i besim drejtve, Ibrahim a.s. tha, wa idha maridtu fa huwa yashfin. Kur unë smudhem, ai Allahu është që më shëron. Edhe andaj çdo herë ne të gjithë ilaçin duhet me lip prej Allahut. Ashtu si tha hoxha i nderuar Muharrem Efendi Ismaili, lip në shërimi prej Allahut për të gjitha llojet e smundjeve. E smundjet janë dy lloje kryesore. Të parat janë smundjet e zemrës, ato shpirtënoret, e dyta janë smundjet organike, fizike, materiale. E ne me narok kanceri vdesim para se me vdek pi frigës. A pse na rrezikohet imani, nuk e bëjmë mall shumë as e kemi gale. Me të smuz zemra në aspektin imanor, është rreziku më i madh se me të smuz zemra në aspektin shëndetësor. Se zemra e smu në aspektin organik shëndetësor ka trajtime të lloj-llojshme deri në transplant zemrës. Ama me të smu zemra në aspektin imanor, valla, atëherë nuk ka ilaç përveç se me djeg me zjarr në xhenemit, Allahu na ruaj. Andaj kur lipish ilaç, lip prej Allahut ilaç edhe për smundjet shpirtënore, imanore, edhe për smundjet organike, fizike, që t'jesh i shëndetshëm të gjitha aspektet, inshallahu taala. E tash, na kemi ardhur me kërku prej Allahut Dhul Xhelal çdo gjë. Aisha radiallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila ishte një grua shumë inteligjente, shumë e zgjuar, shumë e mençur, shumë punëtore, shumë e dishme. E përcjellte çdo veprim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u përcjellte pastaj brezave që vishin pas. Edhe kur tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vlerën e madhe që ka nata e Kadrit, nëpërmes ajeteve që i zbritën për natën e Kadrit, i tha ja Rasulullah, nëse unë e mri natën e Kadrit, nuk tha çka të bëj, po tha si të lutem, që jep isharet se adhurimi më i madh në natën e Kadrit është adhurimi i duas. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, oj Aisha thuj, Allahumma, o Allah, innaka afuw, ti e përkthejmë na shqip, thjesht, shkurt, ti e falës. Me përkthy pak më mirë i vjen mëkat fshirës. Mëkat fshirës, jo vetë që e falë, po e fshin mëkatin krejt. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, e don fshirjen e mëkateve, fa'fu anni, më fal mua, ose fshije mëkatin tëm. Kjo është duaja që ja mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aishës radhiyallahu anha. Që kur e kanë vetë sahabët kush është njeriu që e don më shumë, ka thonë Aisha, gruaja e vet. E kanë epi burrave, ka thonë babën e saj. E ka dash babgjishin e vet. Se ka dash se ka pas babgjish, pe ka dash se ka pas shok jete. E ka mësu këtë njeri që mas shumë të e ka dash lutjen më të mirë që duhet me thonë besimtari. Pse është kjo lutja më e mirë? Sepse këtë argumentet fetare që flasin për agjërimin dhe teravin dhe natën e Kadrit e tregojnë qëllimin më të madh që e ka këtë kjo angazhim 30 ditor, një mujor në jetën
edhe vitin e besimtarit. E kemi thonë në fillim, po e përsërisim. E para është me arrit takvallukun. A takvalluku është mu vesh me petka, me tesha, me roba anti-zjarr. Për shembull, ata që punojnë në Kur'an, te shkritorja, ose zjarfiksat, kanë rroba të veçanta që nuk i djeg zjarmi. Që kur i afrohen zjarmit, ajo është rezistent ndaj zjarmit. E takvalluku do të thotë ti me të vesh me petka që rezistojnë zjarrin. Kjo është takvalluku. Edhe e dyta, me t'i fal gjunahat. Që ti mos me pas nevojë as me u afru te zjarri hiç, po me qenë për atyre besimtarve që tranzit shpejt e shpejt shkon në xhenet inshallah taala. E na e lutim Allahun e madhëshëm që Allahu më na e falë të gjitha gjunaat tona të kaluame, që Allahu më na ndihmu të arrijm takvallukun në jetën tonë. E takvalluku do të thonë që jo veç në Ramazan, edhe jo veç në 10 e fundit, edhe jo veç natën e 27 na me kon takva, e me ne gjithë natën pa gjumë, po gjithë jetën tonë na me pas si takva me jetu. E një grua plak, një ditë duke ndet, e shef pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë mërzitshme. E thot, "Ai non çka ki?" Thot, "Ja Rasulullah, se përmenja hoxha Amari, Muadhi ibn Gjebelin, kjo nona plak besimtare që i kemi nona tona, Allahu dha shnet edhe imër gjatë, e i pasin shtëpia tona, sa ka caktu Allahu me pas imër, po ato i zbukurojnë shtëpia tona, dhe më plesht edhe plakat që i kemi shtëpia tona, baballasht edhe nanat, i zbukurojnë shtëpia tona dhe sofrat tona, e Allah i dhash imër e shnet, inshallah sa kanë jetë këtë botë. Kjo plaka e mërzitshme, e i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "O i non, çka ki? Çka të ka mërzit?" Thot, "Ja Rasulullah, shife, gruaja e mençme, thot kur të shoh ty, si t'ja nisesh me bo dua s'nalesh. Vazhdon. Fol pa nal, hiç bën dua s'nalesh, një sa, 2 sa. Sa xhamari me përmeni dikush me neve koçitën sejdë, një dua, 2 edhe i hub menja. Ata mund të shoh ti me orë nuk nalesh të bo dua, edhe Muadhin e shoh si ti njëjtë. Hajde me ty e kuptoj se ti e pejgamberi Allahut edhe bën dua se Allahu të inspiron me bo dua të shumta, ama Muadhi kur e shoh se edhe ai si ti, unë e tham, po unë e si ti me bo dua çka të bëj. Shifne, brengën e kësaj nane. E i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Oj non, po ti mirë, çka bën dua ti, çka të më teket me bo dua?" Tha, "Ja Rasulullah, s'di më shumë se sa më thon." Shifne, s'di më shumë se sa më thon, "O Zot, më jep xhenetin edhe ruajm pi xhenemit." Çe kaç? Tha, "Oj non, po edhe këtë lutjet tona rreth qesaj, rrotullon." Ande nëse s'din kur gjo me thonë, din, o Zot jep ma xhenetin edhe o Zot ruajm pi xhenemit. E kjo është qëllimi i besimtarit në jetën e tij. Andaj të falen gjunahat, edhe i vesh petkat rrobat anti-zjarr, që të mbrohesh pi xhenemit edhe ta fitosh xhenetin inshallah taala. E Allahu i madhëshëm na bof për atyre besimtarëve që e fitojnë xhenetin. Edhe një gjë për fund, në lutjet tona, si që përmend Hoxha Muharremi dhe kam i përmend edhe më tutje, ka shumë pjesë kocka që e plotësojnë mozaikun e lutjeve në këto 10 e fundit të Ramazanit. Ama një kuti, një kockë këto ditë, këto muaj, këtë vit e disa muaj, është më e rëndësishme dhe shumë e rëndësishme. Është me bo dua për vllaznit ton Palestinë. Edhe vllaznit ton musliman ku do qenë ata. E sidomos shumë më shumë për vllaznit ton që janë në Gaza, musliman që janë në Gaza, që agresori sionist nuk ka kokër mëshire e as kujdesi për as kënd. Bebe qoftë apo plak qoftë, për as kënd. Që ata mos ja vëjmë duat e tona, duajmë dua për ta. Dhe thot Sufjan e Thauriu rahimahullah thëke, kur du me lip diçka prej Allahut për mu, e dini si e mërin atë punë. A e din dikush pi juve? Thot lutna për vllaznit e mi, e kam sigur se Allahu ma jep mu. Nëse do të fitosh diçka për Zotit, lutë Allahun për atë gjë që t'ja japsh vllahu tan. Nëse unë du me më dhonë Allahu dituri, them, o Zot,
jepi molla Muharremit dituri të dobishme dhe të begatshme. E kjo dua që e bëj për molla Muharremin, Allahu ma jep edhe mu si përgjigje. Nëse du me fitu pasuri, them, o Zot, jepi filan vllau tem pasuri dhe bereqet pasurin e tij, që ai të kënaqet me këtë pasuri në dunjë dhe ta shfryzon për ta ngritur fjalën e Allahut. Edhe Allahu aq sa jep atij, më jep mua edhe më shumë. Kjo është një, edhe e dyta. Njërin pi ulemave të selefit e kishin patur në sejdë gjatë. Ka thonë, a shumë gjuna e ki që rinë sejdë shumë? Se kjo është ai mendimi negativ. A shumë gjuna e ki që kanë ti shumë? Jo, ka thonë, s'kam gjuna shumë. Allah e di sa kam gjuna. Po nuk ri gjatë sejdë për gjunat e mia. Po numrin e vllaznive që bëj dua për to e kam gjatë, e kam të shumët. Listën me emrat e vllaznive që luten për të është e gjatë. Edhe andaj merr kohë me bë dua për gjithkënd. Andaj ti me bë dua për babën tonë, për nanën tonë, për gruan tonë, për fëmijët e tu, për mixhallarët e tu, për djallarët e tu, për tezat, për hallat, për kushërit, për hoxhallarët e tu, për mektep kur kam mësuar deri sot, për mësuesit e tu, për fillore deri sot. Pastaj për rrethin e gjanë të njerëzve humanist, donator, bamirës që ndihmojnë islamin, e ndihmojnë shkencën, e ndihmojnë shkollimin, e ndihmojnë sportin, e për bë dua për ata që janë smut, e për bë dua për ata që kanë pushtet, lista po shumë e gjatë. E me bë dua për sahabët, e me bë dua për tabiinët, e me bë dua për imamët, lista po edhe më e gjatë. Andaj mundohuni krejt një përfshi, e Allah inshallah e falë gjunat tona, i bën kabul ibadet tona, e Allahu na falë mangësitë tona, inshallah tala, ne pranon ibadet tona dhe na bën banor të xhenetit, walhamdulillahi rabbil alamin.